Shikus të nderuar, mirë mbrëma. Me kaq po e përmbylli emisionin për sonte. Sepse s'kemi korum të mjaftueshëm, shka me bo me 57 vota. Kështu që shihmi pas 48 orëve. Qysh po doke që po bani hajgare jo me neve, edhe na duhet me juve ka pak me bon hajgare. Përveç që ti farë ngerë që na kanë ndodhur çdo 48 orë. Po doke tash na ka rrugë edhe një farë ngerë tjetër. Një ngerë i nxehtë se flakën do më na qitë. Këtu në herë thëshin i nxehti afrikan. Jo, tash po thojnë i nxehti parlamentar. Temperaturat në parlamentin e Kosovës po luhaten her 57, her 56, her 54 vota Celsius. Kurse jashtë parlamentit temperaturat mi 30 gradë. Parlament nxehtë, jashtë parlamentit nxehtë, u kallki popull e krejt. Opozita po ja le fjallën fojnë pozitës. Pozita po ja le në fojnë opozitës. Populli po ja le në fojnë edhe pozitës edhe opozitës. Sonte për këtë farë ngerçin politik, për parlamentin e Kosovës, për situatën aktuale që jemi në vend, sonte na ka nderu përfaqësuesi i partisë më të madhe opozitare në vend. Shka të vendoset në PDK? Në mbledhjet PDK-s ma përpara se ky kërkush se din. Ky me dosht edhe na kallëzon, edhe s'na kallëzon, ky dhe për vendimet më dhoja, e merr vesh atje, po s'm kallëzon kurrë. Sonte në emisionin Sofra Saliut na ka nderu zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës. Jo sa është vetë zëdhënës. Është analist, komentator, jo i sportit, po komentator politik, publicist, shkrimtar, tanë ati ka, ambit gjitha më pëlqen se edhe shkollimin e ka kryen lundër, non djatë tani, isa ta non djatë e kanë. Sonte në Sofër na ka nderu Faton Abdullahu. Faton, mirë mbroma. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. A je lodha joa? Jo, faleminderit. Jo, s'jam lodh, mirë. Kum prit 48 orë. Po në fund erdhe vendose. Erdha. Na po vi me di edhe ajo hyrja jote çka the qëndron, kur e këshush qëndron, po e ka një segment, një element që megjithatë nëse është me e do fajin, me këshyr për pjesëtem qyshe kujt sa i takon faji, ai që ka fitu, ai ka edhe përgjegjësinë më të madhe, edhe pushtetin më të madh, se kështu ka vendosur qytetari. Kështu që edhe faji i jetë ati që e ka përgjegjësinë më të madhe për mi shty proceset përpara. Na si opozit nuk mujna mi thonë bën kështu apo bën ashtu, na e bëjmë punën tonë. Ai të vetën duhet. Ai e bën të vetën, e ajo vetja është shumë e rëndësishme, duhet të jetë e shejt me ecë përpara, se me pas këtë logjik, qoftë edhe të parafërt me këtë mungesë logjike në vërtet, e mungesë pragmatizmi, shumë procese në Kosovë si shën kry, kishën metë në gjystë, po janë kry falë fleksibilitetit. Atyne që disa i thojnë që 20 vjetë e shkatrut këtë vend, jo është e kundërta që 20 vjetë u ndërtu këtë vend. E unë jam krenar që sot edhe para juve, edhe para tjerëve, thëmë që në atë ndërtim më shumë se 2 dekada, Partia Demokratike ka hiset madhe. Për me shtru edhe ndryshe problemin. Partia Demokratike është partia më e madhe e gjitha kohënave në Kosovë. Unë e thëmë këto edhe qëndroj masaj edhe me njohuri që i kam për mendimin politik shqiptar, për kulturën politike shqiptare, dhe kur thëmë Partia Demokratike është partia më e madhe gjitha kohënave në Kosovë, dikun e argumentoj, dikun e mbështes, jo veç për havaje. Pse thëmë kështu? Pse kjo parti, përveç që gjatë gjithë këtyne viteve, 2 më shumë dekada, sin të mesën. Si të nërmijim. Po? Falimderit. Qaj e jona. Kështu, falimderit shumë. Kështu që duhet me pos parasysh, se me pragmatizmin e PDK-s, me prirjen fleksibile, me atë dashuria dhetare që është e ka gatishmërinë me do të mirën me tjerë, e pushteti është e mirë, kur edhe donë me tjerë. është kokëforësi, është agjamillëk, mos me do me kërkon,
po me shku me idenë, unë jam knej, na të mirë të jem knej, e kallam kusuri janë na tonë. Nej. Kjo është bindja e tashme, për cilën disa konstatojnë, thojnë se kjo është tash një epokë e re. Jo, është e re gjithsesi, po është regresive. Se s'mon është me ndërtu diçka të mirë, çfarë do natyre kofta ajo, duke e shemt kalumën. Se kalumja këto 20 viteve e sa, është e shejt, se ka në temele diçka të shejt. Ka vlerat e luftës, ka UÇK-n, ka njerëz të UÇK-s, ka prirjen e njerëzve në UÇK dhe tjerëve që ju kam përshtatë rrethonave për me pas shok, me që dashamir ndërkombëtar, me ardhe me të nimu. Refuzimi tyne nuk është patriotizëm. Jo bre, nuk është patriotizëm. Aq ma keq me konsideru se bashkë që aty ku ti i kundështën poezom amerikant, bashkë që aty peshtrishë sovranitetin. Qeshe. Bashkë që ashtu e spjegojnë, e nuk qëndra. Nuk qëndra. Mirë, fatën. Qa po do këty Parlamenti i Kosovës edhe deputet, apo luj nërë vash me neve. Prit 48 prit 48 a hargjitet me herë që këj 48 a ka naj afat, a munol naj ku, na vish ka me vazhdu. Ka njëherë po mdo këtë Përmi 30 seanca. Kure munosh mënyrë pragmatike me vlerësu, që është vlerësohen gjërat në politikë, me pragmatizëm, me kokën esull, e vlerëson e këshyr, bjen përfundim që ky po dënë me arrit këtë tjetërën edhe këtë tjetërën. Nga njëherë të mushet menja, se kem të bëjnë me agjamilëk edhe me një qasje inatçore, të asoj prirje ta që uj kushtimisht balkanase, që thot, kur thëm une njëherë jo, edhe thëm që shtu e kam burat, njëherë thëm jo, stop, skryt, s'mervesh. Edhe kjo mendësi aktuale, tani, që në një farë mënyre është në pushtet, edhe si mas ti na shkojmë gjdo 48 orë, majmë ledhje, vim, dahëm, shpërndahëm, e lëshën ka i fjallë, ka intervistaj, në pushtet është mendësia e kalume. Kjo zgjatje e dëmton Kosovën, edhe me ligje ka kufizime. A ka kufizim që ke munol dikon? Jo, kufizime kjo, s'pëja gjojnë halo, Halo s'ka vegës. nuk ja kanë gjetë. Se si duket, kjo është menimi jem, ka prirje të kësaj mendësie që ishte dje qeveritare, për me mujtë mi shty dere aty, sa ndoshta mi bot me një harq, me spjegimin, mos po hargjohëm shumë e ka shpenzime, që pi bojmë me një harq, zgjedhet edhe parlamentare edhe lokale. Parët, në prej deta. Po, se që ashtu munohet me shit, si pragmatizëm që mos me hargju. Ndërkohë që është humbje e madhe, çdo ditë që s'kem qeveri, është humbje e madhe. Mjafton vlerësimi më i mirë për këtë qeveri se 5 kusur vjetë që u bon, me marrë shportën, me shku në vetë shërbim, me dalë, me ble sene, me bo harç për shtëpi, e me krahasu qyshke para 5 vjetëve e para 10 vjetëve. Është brengose që ka pëndodhë në Kosovë. Është brengose se si nuk po brengoset kjo mendësi që e ka marrë votën për mi shty proceset për para. Nuk ka kur gjët hajrit me thonë që sa mire boni, nuk ka diçka me thonë e mashallah puna e marrë sa mire boni. Është brengose për mu, unë e shoh nga, unë e di që është flasë si partijak, flasë si PDK, po zbrit prej kësaj, hynë qasjen tjetër, këshyrë ndryshe, prap kem probleme të mëdha me këtë qeveri. Është epokë e re, por është regresive, kur gjë nuk ka që i ka shty thelbësisht për para Kosovën. Për kundrazi, raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, raportet me Bashkimin Evropian, raportet me Shqipërinë, raportet së fundi me Maqedoninë, as njës janë as të mira, as kreative, as nuk kanë nxjerrë dobi nga krejt këto. Sa vota i ka marrë kjo mendësi qeverisë se me idenë se kemu bashku me Shqipnin. Edhe e ka shit, ka plot njerëz atë dhe dashës, ka plot njerëz që janë të bindën se Kosova du të mu bashku me Shqipnin. Ky e ka prek atë segment, ky e ka prek atë element patriotik, edhe i kanë nxit njerëz me thonë që sa mirë Albin Kurti po do me na bashku që e vota.
Tani dikur i ronë me tha, ju bre më kushtetut, ko ka një farë neni, s'pe lejoj kja ato, bashkë në kushtetut. Qysh quhet kjo? Qka jënë këto që i përmena edhe shumë tjera? Këto jënë ide korruptive. Ai që rren, ai edhe bohet hajnë ma vonë. Kur thu ide korruptive, do me thonë ti premton, e kur e she që po të shitet ky premtim, ti e stërkeq, e zmadhën, e zbukurën, edhe ma shumë. Kjo është rren, me rren ka fitu. E tash po dëshmuat se ai që i rren edhe vjedh, edhe po vjedhet, edhe ka korupcion. Prandaj opozitarizëm për lakmi bojnë mediat e na. Jo rastisht u vlerësu se liria shprehjes nuk është si kundër ka qenë. Ku i na rendit na për media që ai raporti s'fundi? Shumë keq e na rendit. Jo, bre. Shumë keq edhe e keqja më e madhe është se kjo mendësi qeveritare, që hala po vazhdo në mënyrë jo ligjore, kjo e konsideron që këto media janë dorë zgjatun atij pushteti më herët, këtij pushteti më herët. Edhe janë të korruptum, janë rrenca, janë të këqi. Edhe ata duhet kutrum, mi largu, mos mi marë parasysh, qoftë edhe mi kërcnu në forma ndryshme. Mos mi përmend tash televizore që ka dhe raportet tilla gati armiqësore, pushtet, media. Prandaj edhe i na haron nivelin cilin i na haron, gjë që është shumë brengose. E kryeministri, pse nuk ju prononcohet media, dalin media, këtë e presin para kuvendit, ai nuk del knejpë, ani, ka kofet e vogla. Ka kofet. Është e çuditshme. Se kur këto media kanë kritiku për para, qeveritë e ndryshme, kjo qasje s'ka qenë e tillë e Kurtit. Ka qenë krejt ndryshe, ka komuniku me media. Po veç kur ka komuniku me media, ai ka komuniku duke shpërnda ide korruptive. Monen men, idet korruptive kanë sjell vota për këtë qeveri, për atë qeveri që është që hala subo pretendon. Ai ka fol me media dhe e ka po që mediat, po e marrin, po e përthithin, po e përkrahin, janë po të njëjtit, shumica atyre, që e kanë ngrit deri në stadin cilin e kanë ngrit. Tash, ai i refuzon. Ai i konsideron këta janë gënjeshtar, këta marrin veç pare, këta s'folin vetë po fol parja, e të tjera, që është fenomen edhe në rrethana në vendet tjera, ka kësi marifeti. Na si shdosh me konë. Po, këta janë të bindun se çfarëdo që kanë bo, kanë të drejt, çfarëdo që është bo, është e pa drejt. Prandaj nuk është e rastishme kur një kryetar komune thot tash e shlirum komunën. Deri aty ka ardhur puna që i konsideron PDK, LDK, Aleonca, Nisma që e kanë rrobnu këtë vend, ndërkohë që është qëndron krejt ndryshe. Thot e shlirum veriun na, që s'është e vërtet, po hajt pezom që ka e vërtet. E këtë pjesën tjetër, kush ta shlirej? Ka, qysh u shliru ky vend ndryshe? Pro përqëndrohet veriun, na e shlirum, na vetëvendosja, se ju tjerë zdishit. Oni dhe pranon apro këtë tjetërën, kush e shliraj? Apo ta mermenja kush? Jo, se pranon, për kundra zi, thët, u robnu ky vend. Jo që nuk e përkrah luftën kjo mendësi qeverise, jo që nuk e përkrah luftën, është shumë ma brengose se kaq. Nëse dikush në një rrethon, para 5-6 vjetëve, 7-8 vjetëve, 10 vjetëve, ka shku e ka thonë na i fjallë për dikon të UÇK-s, e ka shku ka deponu materiale, me pretendime se filan fisteku ka bu kështu me dotën ka që kështu, që jenë sa jesa. Bashkë që ato shkën e merë, e bën ministret punëve të jashtme. Bashkë që tjetrin e merë, shkën e bën minister të financa. Qysh bre? Problem është këtë. Tani del thëtë jo, na jem e përkrojmë, na jem qysh jo lufta e shajt është. Valoj, s'po del që ashtu që është. Mirë, fatën, nalëm pak edhe të që këfar në ngerqi. Qysh e sheti, kush i ka fajt, a partia në pushtet, a opozita, se njona tjetën s'pjallojnë fajin. A u konë që shto dhe ma heret, a veç tash? Jo, kësi marifeti s'ka pasë ma heret. Disa parti opozitari ja kanë dhonë mundësin, ndro kandidatën.
Po veç me thot, si një ju më kallëzu kënë e qeshone? Prandaj po e quj si Axhamillëk inatçor. Gërshetim i inatxhiut me Axhamillëk. Se nuk është një zoj, mirë po bëj që po i thëmë zoj, ma e rëndësishme se shumë procese tjera në Kosovë. Ndroje. Se ajo kandidate në atë vend duhet ta ketë prirjen për t'i bashku njerëzit. Unifikus. Duhet jetë karakter unifikus. Duhet munol me fol me këto, me këqur që ka po thot, duhet me adhon fjallin ati tjetërit, duhet me kon e këndshme edhe për nga qosja. E jo, qysh është bashkë kjo kandidat. Nuk e meriton me qenë ajo kryesore në atë kuvend. Jo, nuk mujna me këtë, nëse ngrehim dorën dhe thonë, po, kjo është kandidate, kjo duhet jetë kryetare kuvendit, ne po japim shembull të keq edhe si Parti Demokratike se bën, du me thonë, nesër, një zoj tjetër, një djallë tjetër, që qohet e kollë kret, e gjun gur, e dru, e tëna dzezat i bën, edhe na i thumë, që ka problem, vazhdo të heq mësonal, ti se sprish pun, pet bujna kryetar kuvendit. E jo, zbujna. Duhet me di që ka shumë, kur i bën këto gjona nuk meriton me qenë aty. Jo, po kjo zoj ka marrë vota shumë. Ma votu zotni i ka marrë votat e partisë tone. Këtu thelbi është e fleksibiliteti për me bashkëpunu të tjerë. Këto duhet me përzjedh në kuvend. Jo me thonë i ka marrë kaq votat partisë tonë si ka marrë, po nuk e ka respektin e nevojshëm nga parti tjera. Prandaj edhe këtu ngec, po kjo natyrisht nuk është. Këtu kem të bëjmë me problemin edhe mungesës pragmatizmit, edhe mungesës patriotizmit, edhe mungesës keqardhjet për qytetarët e Kosovës. Brenda kësaj periudhe që ishtë dash mu bo shumë të mira, që i bën shteti, pushteti, nuk bohën. Kush jashe sherin, jashe qytetari gjdo dit gjithkon. Jo rasisht mandesh për ngullin, migrojnë plot 33. Jo rasisht, po është i bindun ky kryeministër, që ishte kryeministër, që pretendon të bëhet kryeministër, është i bindun që kur e then ligjin, ky po bën mirë. Kur ky e kundërshton ligjin e Kosovës, po bën mirë si pishtyn proceset përpara. Se ligjet i kanë bë këta, do me thonë PDK, LDK, Aleoncë, me bashkëpunëtor këta ndërkombëtar. E ky tash do mi qitë senet në dyzen. Pra, prirja e këtyne regresive, mu ju qasë mënyrë përjashtuse të kalumës, është diçka që po i hakmeret Kosovës, kvalitetit jetës qytetarëve dhe në përgjithësi fatit Kosovës, sidomos në raport me Serbinë. Qysh e shet të zgjedhin për me dalë për këti Farngerqit? A do të më bona i marrëveshje politike, a me shku qysh po shkojmë kënë veti në kuvend? Prej pozitës cilës jemi, si parti e dytë, zërma që të goja me thonë parti e dytë, se unë e konsideroj ashtu si kundër thash, partia ma e madhe gjitha kona është partia demokratike. Po në zgjedhjet e funit, dalën si parti e dytë, e kem të vështirë, edhe kur propozojmë diçka, mu mirë kuptu prej partisë që pretendon pushtetin. Qysh e kem të vështirë. Edhe kur propozon diçka, edhe kur thu diçka, na e kem parasysh se qasja tyre, ndaj nesh, ka element shantazhus, ka element linqus, ka element që këta janë tradhtar, këta e shitën Kosovën, këta janë kështu, këta të nadzezat. Të nadzezat. Edhe me kanon, edhe me ligj, duhet me matë fjallin, me matë që ka po thu. Pavarësisht se momentalisht munesh me fitu. Kaninen kanun Lek Dugagjin, thët kanuni i beson fjallës. Kur e thu fjallën të e beson ato, për ndryshe nëse ke rrejt, ja pa fshhajrën. Kjo mendësi qeveritare nuk je pespare. Elshon që ashtu fjallën, fol gjithë shka, edhe nuk e ka menu se vjen një ditë që ty vllaznit e tu dvyn me arrit dishka të mirë për Kosovë. Pra ndaj është, ka ngec puna derin këtë shkollë që është shumë, ama shumë problemi ma. Albini kete betëria për mdo këtë shka. Vota ka s'pët qajke, a shku për vota për shka. Se ko gjanë media
Ja shkoj Mitrovica, ja në zonë i din, ja qka u fol, ja qka su fol, shka u kompër. Në këto rrethona, Se ty të besojmë tash. në këto rrethona, gjdo takim i kësaj natyre, mund me marrë konotacione tjera. Ajo që e tha edhe zoti Hamza, po e përsëris edhe unë, që nuk ka kur gjë të asaj natyre të një parafrimi, të një bashkëpunimi, të një marrëveshje për me shty procesin përpara. Nuk ka pas diçka. Su fol heq. Nuk o fol. Nuk o fol. Do më thonë, prapë kemi të bëjmë me qasjen përjashtuse, e tash, pse e ka bu takim, ajo është në detyrë si kryeministër, zoti Hamza është kryetari komunës, është e pashmangshme. Zoti Hamza e ka dëshmu shumë herë, se sa korrekt është edhe në fjallor, që e përzgjedh çka po thot, është shumë lehtë me shoh. Është shumë lehtë me thonë njerëzve hajvan. Po dush me ditë, me pas përgjegjësi. Duhet me pas përgjegjësi pesha e fjalës me thonë ku e dallon burrin prej burrit. Kur e thot diçka e mon, kur e thot diçka e ka mot ma heret, se s'po dua as me thonë që e ka lëshu fjallën. Ato fjallë nuk i ka thonë Bedri Hamza, as nuk i thot. Është në natyrën e tij. Prandaj, ai, si njeri cilin e ka përcaktu, propozu PDK-ja për kryeministër, është ma i përshtatshmi, për shumë arsye. Bedri Hamza është ai, që kur thët, komi i rritë rrogat 50%, njerëzit i besojnë, a di pse i besojnë? Jo pse o Mitrovica Li, as jo prej ardhëve i Drenice, po për shkak se e ka bo ma heret, ka thonë e boj edhe ka bo ma heret. I ka rrit pagat ma heret. Pse i besojnë? Pse është profesionist kur fol, e shet që është ka merr vesh qysh vjen procesi i rritjes pagave edhe proceset tjera që ndikojnë në krejt këtë punë. Pse tjetër i besojnë? Pse është pjesë e një mekanizmit madhe të fortë që i bjen PDK-s, që ka shumë përvojë. PDK-ja si parti ka shumë përvojë, ka brenda saj bashkëpunëtorë tjerë jashtë saj, që kanë shumë përvojë. Ku e kanë marrë këtë përvojë njerëzit e PDK-s? Në institucione. Nuk e kanë marrë përvojë në rrugë të gjujt gur. Jo. Jo, prej rrugëve të gjujt gur nuk jena ardhna në institucione. Njerëzit e PDK-s prej kur gjofet i kanë ngrit, i kanë bo institucionet, e kanë bo shtetin e Kosovës. Unë e thëmë me krenari, krejt tjerë bashkë, se është shumë e madhe për me marrë veç për vete si parti. Po me gjithat, pesha cilën e ka bojt PDK-ja për gjithë këto vite, është ma e madhja, është e ndershme, është e fort, i ka shty krejt proceset për para. Edhe këta heroj kur i këshyrëm, edhe janë pjesë e madhe tyne, janë pjesë e PDK-s, edhe ajo ilegale adhetare që ka qenë. Edhe sot listën me këshyrë, cila keqe listë e kandidatëve të PDK-s. E këshyrë krahasohen qysh dush. Aty vren njerëz të ilegales, adhetar, që janë sprovu. Vlen sheh njerëz profesionist, sheh njerëz që kanë qenë luftë, sheh njerëz që janë ngrit, janë zhvillu në institucionet Kosovës. Kjo është PDK-ja. Sa po na shkon për dorë mi shty këto procese përpara, me na marrë vesh qytetarët, me konë ma shumë aktiv me ta e tjera, mbetet për të punu shumë. Mirë, hajde penzojmë, o zgjidh krye parlamentarja, mos po na rrok në ngërsh tjetër tash puna qeverisë. A kem vota tash edhe për të qeveria? Se po thuj tash, votat për qeveri kem, po për krye parlamentarin si kem. Qysh e shet që toti? Është edhe ma brengose se kaq, kur të bësh me njerëz, me cilët është dëshmu që është e vështirë mu marrë vesh. Edhe jo veç na. Dhe faktorin ndërkombëtar e ka pas në vështirë edhe e vazhdon me pas mu marrë vesh. Kur po e shtroj problemin që shtu si kundër e shtrova, është e vështirë mu marrë vesh, një pjesë jo e vogël, e kësaj mendësie qeveritare thot, po na nuk i ndigjojmë ndërkombëtarët. Që aty është forca jonë, do me thonë, kur thot Amerikani që mos u gut një 10 ditë prit pak, aty që si ka ndigju Amerikanë, thot, bashkë që aty na kemë bo mirë, gjë që nuk qëndran. Nuk ka ma keq se sa në rrethonat sotme me dal prej cenzorëve të
geopolitikës evroatlantike. Si Kosovë mës me të regjistru senzor geopolitik të Amerikës, të botës perëndimore. Edhe të lojnë anash këshyrin, hajtë të këqyrëm çfarë marifeti po bën. Të kena ordere aty që shteti që është kriju, e dihet me çfarë sakrifice, pushtetin s'u krijojnë këta që kanë dyshu mas shumti te ky shtet. S'po mujnë me kriju pushtet që faktikisht i bjen që s'peshty shtetin përpara. Kon e gëzon kjo. Kjo e gëzon armikun ton më të madh, e gëzon tjerë që e përkrojnë armikun ton, se ju kem thonë që 25 vjet që shqiptarët s'mujnë me majtë shtet në Kosovë. Që e dëshmuam, thot vetë këta që s'u bojnë shtetin. Kështu na thojnë ata që na e kanë inati, ata që s'na e dojnë të mirën. Po kjo mendësi natyrore, axhamie, me axhamillak nuk ja pas pare, vazhdon tutje, është në pushtet, i ka paret, i shpërndon atë sa monet, atë sa dën, edhe këshyr me lon të kalumën, shohim e bëjmë. Nuk e ka për gut bash hiq. Nëse s'munet partia parë me bo qeverin. A e banë opozita, po mdokit edhe opozita janë pike 5 tash. Do mendim ndryshe, do ndryshe. Ajo që është qëndrim i Partisë Demokratike, e që e ka thonë edhe zoti Homza më herët, është që preferenca jonë është për me bo qeverin me partit të ashtu quajtura që ishin opozitorë. Ma heret, po. Pse? Për shkak se duke qenë opozit, ne kem strukturu, kem ndërtu, kem dizajnu, idet për bashkëta se qka nuk duhet për Kosovën. Duke e dizajnu qka s'dojmë na, i kem ra përfundime që bashkë muj me bo dishka të vlefshme. Kush bashkë? PDK, LDK, Aleancë, NISM e tjerë. Pra ka sens shumë me spjegu kështu, me pas parasysh qito vlera që jenë kriju këto 5-6 vjetë e funit, për me kriju qeverin. Net na ipet mundësia. Rasti. Net na ipet rasti. Na e bojmë. E ka thonë Bedri Homza, e ka thonë i pari kryetari unë, Memli Krasniqi, një dit, për një dit e krymë. Memli Krasniqi e ka thonë, jep na një mundësin të nesërme ne bojmë qeverin. E tash këta thonë, jo për nashti s'mën, hajde, qëtë natë një para oktit krymë, a mujmë as mujmë. Na po thojmë që e mujmë, na po thojmë që e bojmë. Na po thojmë që e kemë përvojën që është dëshmitare, se krejtë këta që po i përmeni, zoti Homza, Krasniqi e shumë tjerë, këta kanë përvojë institucionale, këta kanë kalu shumë, kanë hongër që thojnë korën bukër me 7 kore, e din që është politika, e din që është me lshu pej, e din që është me do pushtet, se që 20 vjetë në format ndryshme kanë qenë pjesë e strukturave e institucioneve. Prandaj duhet me na dhonë mundësin, mos me metë kështu që shka metë. Kështu që është, unë nuk shëhë rrugdalje. Ajo pse nuk shëhë rrugdalje është pse kemë të bojmë me njerës që nuk dojnë me do pushtet, që jënë pushtet faktikisht mënyrë jo ligjore, që e kanë kontrolin e pareve, që vazhdojnë edhe me korupcion, që vazhdojnë forma ndryshme me qeveris me plot defekte. Po, deri sa shkon, ku shkon, është e vështirë. Nga i herë prapë e përsëris, bënja analizën që është dush, nuk po mund njeri me ronë përfundim pragmatik me thonë, valoj mirë që tu e the, që tu e ki mirë. Jo se qa që është e koklavitun për shkak të kësaj mendësie, që nuk e vë Kosovën të parën. Nëse nuk e bojnë as të partë, po dhe as ju kënej, a eksiston mundësia Dragodani në zarfin e zimën apërum? Qëllën e jamen mërën atë? Shka zbavaki? Jo, në politikë... Shka zbavaki? Në politikë thuhet që mos thuj kur, po nuk ish dasht. Nuk ish dasht. Po tash kur ti bjen punën deri që aty që mos me të funksionu, është tjetër diçka kur flasim para 10-15 viteve, kur e dim çfarë rrethona jena konë, kur e dim çfarë ka qenë ndikimi faktorit ndërkombëtar te na, po çfarë ka qenë edhe dyshimet e tyne në raport me ne si kom, si Kosovë. A mujnë me bo shtet, a t'ju nimojmë, a t'ju tregojmë, a duhet unë miku, a duhet e ulekse, a duhet këto. I kem kalu këto procese. Pra po them, qysh i kalum në këto procese? I kalum fal veprimtaris edhe njerëzve të PDK-s, po edhe partive tjera. Nuk ka qenë lehtë. Unë e di që thonë njerëzit,
52% gati fitoj herën e kalum, 42%, 48 deputet tash. Po, veç unë jemaj që kur e analizoj, binë përfundim që me gjithat, ky qytetari i Kosovës, mas shumëti e ka besu edhe mas shumëti e ka botu Partinë Demokratike. Për shkak se kur e këshur në aspektin kohor, zgjatjes kohore, mas shumëti ka qeveris Partia Demokratike. Me të tjertë bashk, po ne kem marrë vendimet mëdha, ne kem shty procese për para, ne kem bol shimet dhëmshme, po ty e di që ty besu Amerikanve, se ty dush me pos mik që i besën dikujt. E jo gjithkur me menu që ta bën një të keq edhe nuk e ki mik. Jo, proceset që i kem shty për para, i kem shty edhe me meqton. Qysh prej fillimit, qysh prej luftës është në gjizë ky raport, kur ka luftu ushtria qlerimtare e Kosovës, kur e ka kriju atë raport me botën, mendësin evroperëndimore, ajo ka bo diçka të mrekullueshme. Ka bo diçka të mrekullueshme në Ballkan, se për herë të parë këtë rajon, kufit e interesave slavoruse kanë lëviz, i kanë shty mrapa. Kush i ka bo këto? I ka bo UÇK-ja. Qysh, me ata njerëz që kanë qenë gatshëm për me dhonë jetë për këtë vend, me ata njerëz që kanë qenë të meqëm me po ku jem çka duhet me bo, edhe prandaj na kanë ndihmu bota perëndimore, edhe prandaj këto kufi kanë lëviz dhe sot Rusia, dje Bashkimi Sovjetik, nuk është i pranishëm pej Slovenisë e deri te Qipro e poshtë alo, që ka qenë gjithmonë e ka kontrollu. Pse? Falë, përveç tjerash edhe luftës UÇK-s, që ka kriju hapsin ku mendësia Euro-Atlantike edhe ushtarake, geopolitike, është ankurun këto vene. Në Ferizaj e Gjetiju. Po. Prandaj është madhështore. Këto janë të pamohueshme. Këto janë vlera të mëdha. Edhe kur po thëm kështu, nuk po thëm që veç na i kem bërë si PDK. Jo, në bashkëpunim gjithmonë me tjerë, që aty është edhe madhështia. A i kem ftof raportet me Amerikë, ma si po thë. A janë zbena i tro, a janë qyshen konë? Ja, si janë qyshen konë, heq. As me Amerikë, as me Shqipni, as me Evropë. Nuk janë. Shka duhet me bo tash për mi regullu? Kine parasysh na sot jem nën sankcione. Kosova është nën sankcione. Prej kujt? Prej atyne që dikur të kanë ndihmu edhe e kanë bombardu anëmikun tonë më të madh. Ata na kanë fut në sankcione. Ata na kanë ndëshku se ju s'po dini me qeveris, se ju s'po dini me ndigju, s'jeni bashkëpunus kooperativ me neve, prandaj keni sankcione. Këtu PDK-ja s'ka faj. Ja, qëtu partit s'kan faj, përveç kësaj mendësie qeveriste. Prandaj na kanë sankcionu. Kjo është e dhëmshme. Prandaj na kanë nxjerrë për shembull prej ushtrime ushtarake, ku ka pas bashkëpunim me forcat aleate. Rini pak anash të shtëpia, mos rini këtu. Jo, vazhdojmë na vetna, rini jo aty. Domethënë, ka ndodhur procese që kur nalesh me mendu është e pabesueshme çfarë degradimi kena psu. Edhe vazhdohet, thu që është krejt normale. Për ma keq po e përsëris edhe një herë. Bashkë që aty ku se ndigjojnë SBA-n, bashkë që aty mendojnë, thujnë e kem shtri sovranitetin, që nuk qëndron hiq. E pse diqysh s'kem halo ambasador të Amerikës? Po edhe ky është një farë lloj anashkalimi që të bëhet qëllimshëm prej mikut për me sugjeru që si e në rrugë të marë. Unë kështu e lexoj. Nuk jenë në rrugë të marë, nuk jenë tokë të bukës, nuk pishtym proceset si duhet, për ma shumë po minjërën, ashtu i qasen ata. Po unë kom frikë se mos po bëhet vonë, na duhet me ditë ato thonjën e fortë që të danë miku s'flenë. Jo. Nuk flenë, na menon gjithmonë të keqen. Na nuk muj me pretendu që prap nuk është e qëndrueshme se kinse pe bojnë na ushtrinë e madhe, kishëm ditë na me bot dhe i tash, po tash erdh, kjo mendësi qeverisë edhe buni ushtrinë e madhe, se për para s'pas kanë ditë këta tjertë, që ndërkohë janë bash ata tjertë, që kur e kanë marrë pushkën dorë, i kanë lëviz kufit në Ballkan, që e përmena më herët. Po,
është e vështirë, unë e di se edhe si Parti Demokratike, edhe parti tjera si duket po na pret përpara një rrugë e vështirë, jo fort e shkurt, për me përmbys këtë epokë regresive që po i ndodh Kosovës. Shikues të nderuar, shkojmë pak me marketing e pas marketingut kthehemi në emisionin Sofra e Salihut. Gjithmonë derë të kum pas se kur ta martoj djalin. Ku me bo bredarsmen, tash e kum gjetë. Edhe venin, edhe restoranin ma ideal se ku me bo darsmen. Tash darsmen ka me bo të Drini event. Vallahi brebas në pleqni, edhe mu po m'hidhet, edhe i herë mu martu, e me bo darsmen të Drini event. Të Drini event, për pos darsmave dhe ahegjev të shumë të familjare, e kështë edhe restoranin. Qëfar restorani madhështor, sytë në ta me të metë. Ambient i mirë, ambient i poster, ambient cilësor, me bukuri të ralla natyrore. Ushqim të mirë, se vallohi me të knaqë, shërbim cilësor. Ani qka është interesant, e kish edhe Drinin ofer, mare shumë, pasha zote, po të relaksoj ke shpirtin e trunin e krejt. Kallaj e Gjoni. Drinin event. Drini event gjindet magistralen Prishtin Gjakov, në Vëljok, qatu e keni. Drini event. Boba më thejke, biro, ka që shkësh, bane bre ka i shpi. A mu më karo ma mirë, kom bo banes e aton Prishtin. Në kompleksin matë mirë e matë madhë në shërë, në kompleksin Porta. Porta e Prishtinës, e cila gjindet në magistralen Prishtin Mitrovic, se ta kalesh rrethit e Ismetit me i hen kilometrin e parë. Pi Portës Prishtinës, peshishe krejt shalën e Bajgores, Mitrovicen, Vushtrin, Obilicin, Fush Kosovën, Prishtinen, Lipjanin, krejt peshishe si në shuplok dorës. Këtë kompleks të mirë, e këtu banesat të mira, moderne, me standarte evropiane, po e ndërton një firmë e madhe, një firmë shumë serioze. Mbi gjitha një firmë e tradit, mbi 50 vjeqare ndërtim, po ndërton firma Universal Bau Group. Mare bac, që tash në pleq një më kara nërmen, se i kum lullë kom të ecë kom. Po tash ju mu shmen, nuk po eci ma kom, po eci me kere si bash, me kere të mira, me kere të rahatshme, me kere komode, me kere që punojnë si sahati. E krejt këto kere të mira të rahatshme, i gjoni ku tjetër, i gjoni në Zvicër, i gjoni të baba i kereve, të muj autocenter. Muj autocenter nuk të lenë ma me ecë kom, po të lenë me ecë ma me kjerë. Mishtore Gjoshkun nuk ta lenë sofren thatë. Të mishtore Gjoshkun i gjoni gjitha produktet e mishit. Ama, ta shiko dhe do produkte shumë të mira. Se vish ku pisha, e ka ti përmeni lang për goje për më shkën. Që, Gulash Gjoshkun, hazer për 5 minuta, tak në ojë barkin. Kena edhe, shka tjetër, përshot Gjoshkuni, salom, mëre të gjitha produktet e mishit i gjonin mishtore Gjoshkun. Ku i gjoni? Këtë këto produkte i gjonin Prizren, edhe në Prishtin lokacionin Matri, në rrugën Muharrem Feza. Mishtore Gjoshkun nuk ta lenë sofrën thot, ani me gulash. Tashma si na u heken vizat, po shkojmë pak në Gjermani, po shkojmë në Hanover të Gjermanisë, po shkojmë të një firmë e mirë, të një firmë e madhe, mbi gjitha të një firmë shqiptare. Po shkojmë të Zmojlaj Bau. Zmojlaj Bau e cila mirët me të gjitha llojet të ndërtimeve. Shka ta shesyni, po ta punoj ke Zmojlaj. Këta kishin edhe firmen tjetër, e cila po merke me instalimin e ujt,
rrymes edhe nxemjes. Zmojlaj haos teknik. Këta ishin baba në Hanover për nxemje. Këta për ta nxeshin Hanoverin me gjithë rrëthin. Vol për ta bojshin. Zmojlaj. Mare bac, s'poja dim lezetin as nejes. As muhabetit pash ju e pa u knoq me qojnë e jona brend nga Emona Center. Tash po mdoket edhe musafirët se pe din, se pe pi qojnë e jona brend, edhe ata s'po malshojnë derin e jona brend nga Emona Center. Hajde shijoj edhe ti se pasha emnin e Zotit për të knaqke. E jona brend nga Emona Center. Këtë në herë pasullin e hangsha ka një kokër. A tash pasullit po ja ha këta në kokrat. A dini pse? Se tash ju mbron pasull të mirë, pasull kualitet, pasull që zijet me nivel, pasull që ti mosh brit. Tash ju mbron pasull e jona nga Emona Center. Pasha Zotën për ti mosh ke brit edhe për të knaqke. Shio edhe ti se valloj kam ti mosh brit. Pasull e jona nga Emona Center. Për dham të mirë, tra haqëm, e qëndosh, e ndashi me kishë si shtë që ëne, shkoni të dua dend, dua busqeshje. Aja për ta kthejke busqeshje 100%. Dua dend gjindet ku tjetër, ne pëshirë mbrapa stacionit e autobusve. Dua dend, dua busqeshje. Dua dend. E tash po shkojmë në Klin. Po shkojmë të një firmë gjigante. Po shkojmë të një firmë shumë e madhe. Po shkojmë të Bujar Electronics. Qërë bërbat shka pjo thamë. Shka t'ju duhet për elektronikës, këti gjoni të Bujar Electronics. Ani qa kish ato, aj me detaj. Ato i kishe gjitha llojet e klimave. Klima nej, klim kënej, klim qanej, klima nej. Se valloj, qatë shumë se kish klima si edhe ngrojen globale për ta fladitke. Qysh ku gjindet? Shumë let e gjoni. E gjoni në Klin në rrugën Abedin Regja. Viq mos harrani, ku dilni për i bujarit. Nëse dani pak me pushu, mu relaksu, me hangër e me pi, shkoni në restoranin më të mirë në Klin, në restoranin Lord B Grill. Ato ambienti mirë, ambienti pasër, me të gjitha llojet e ushqimit, viq amoni me hangër e amoni me pi. Lord B Grill, e cila gjindet në Klin në rrugën Abedin Regja. Apo më kalzëni dishka, ama drejt për më kalzu. Kush ja u jeshën shpijat edhe banesat? Për dijet, shpijat edhe banesat ja u jeshën perdet e mira. Ja u jeshën të pijat e mirë. E, nëse doni perdet mira, të pijat mirë, shkoni të Hira Home. Të Hira Home i gjonet gjitha llojet e të pijau edhe gjitha llojet të perdeve. O, qatë shumë se kish të pija, të mirë e të bukur, gjëna bresh edhe me shkel në ta. Ani kish edhe perde të mira. O, klasës ma të mirë. Edhe ju nuk kini nevoj, mu qunalte, mi mote, mi ngjite, mos mi ngjit, o shpina, o korrizi, jas po mu i mi ngjit. Jo, ata vid i motin krejt, i montojnë e krejt edhe shkojnë. Të Hira Home, hini me men, e dilni pa men. I gjonin e 2 lokacionin e Prishtinë. Të rreth rrotullimit të rrugacen Prishtinë dhe të rrugica Astrit Rushi mbrapa shkollës Pavarësia. Hira Home. E pas marketingut këthejemi këtu në misionin me Fatonin. Faton, qysh po kalen? Qojnë ko gjafër për pishe? Po, besa e pi. Allah hine me ko zëdhënc, a du të me pos zonin e mirë, a qëfar kriterësh du të me pos? Pyetje e mirë. Duhet... Pyetje me qaj. Po, duhet me ditë mas porë me të pi qojnë. Zëdhënc. Si që, për një me, konsideroj që kom përgjithësi, si zëdhënc, kur e mendoj edhe kush ka qenë zëdhënc ma herë. Baci Jakub. E përshëndesim edhe tjerë që janë hogë, konsideroj, shpresoj shumë që dalin sa ma shpetet në bashkangjisën procese që i kanë dhe i presë bashkë nëso. Unë po i kthejna prap
pyetjes se s'po du mi bishnu tamam puna, po mase i kujtum ra fjala atyne, unë jam prej atyne që mendoj se ajo që na ka ndodhur në Hagë, me Hagën, rreth Hagës, e kom thonë edhe atëherë në shumë media, po e përsëris se ja vlen. Kosova ka psu grush shtet me ato që i ka ndodhur aty në burrave që sot janë në Hagë. Me Hashim Thaçi, me Kadri Vesel, me Bacin Jakub e tjerë. Është grush shtet, dikush shumë, ama shumë, me djallëzina e ka mendu të keqen. Edhe ju ka funksionu. Edhe një farë mënyrë jem të radhtum, se pe bojmë gjykatën me këqyrë shpia verë që shke, po këthyn tjetër se. Tjetër ka dulkni. Dul krejt tjetër ka. Aja kur gjon s'pa Fort, ama fort, dikush ja ka menu të keqe Kosovës. Aja menon apet dikush të keqen Kosovës. Fort, edhe shumë, edhe shumë. Edhe prandaj e kem si obligim, prandaj o mirë ata me na u kthy me na u bashkangjit, me e përfundu procese që i kem fillu. Se kanë shku marë, kem dit me kon me lidh bashkëpunimin, kem dit me kon me me qenë tolerant. Ata burra që janë atje kanë dit me bo këto sene. Kanë pas kapital, moral politik, se ai që e ka marë pushkën, me dal me luftu. Kur dikush ondër me pas po, veç me përshpërit ato fjallë që janë thonë të këta mënyrë publike, e me janë dal me kalosha, me uniforma, atë ishën shashtris, se sot është kollaj me folë. Po unë për jep vetës drejt me fol, edhe me thonë që Kosovës i ka ndodhur grush shtet, se është Burgos, kryetari shtetit, së t'i Thaçi, është Burgos, kryetari partisë opozitare, Kadri Veseli. Parlamentari. Du me thonë, fort dikush na e ka menu të keqen. Prandaj edhe në këtë dimenzion, duhet me qenë shumë syqel, duhet me reagu në forma ndryshme çdo qytetar. Nuk është puna veç fati personali këtyne njerëzve. Jo, se këta njerëz e kanë dëshmu që kanë qenë gatshëm u fliu. Nuk është veç fati tyne, po e zomë se i denu, ku me ditë sa. Nuk është ajo kryesorja. Kryesorja është temeli mbi cilën qëndron ky shtet. Temeli mbi cilën qëndron ky shtet është ushtria qlirimtare e Kosovës, prirja e saj mu rreshtu me botën evroatlantike. Po lëvizi kjo në asjem shtet mo. Këto du të me mbrojt fort. E s'po mbrohet qështu. Nuk po mbrohet. E shteti, ato bona i sen për ata burra si janë atje? Ju tregova ma herët, ja vlen me përsërit. Qërë mos për i shkomenja dikujt për Hadreqi, për thët na i fjolla, për që na i argument, me thonë, sa jes në Hagë, shkojnë bashkë që ato ta bëjnë ministrë. Qysh bre? Qysh? Nuk e rastishtme. Nuk është. është djallëzore, është e keqe, mo burë, mos e hiksoj pune, mos e është luftu, edhe ajo Hagë nuk ka të bëj me ato sene mas lufte, po para lufte, për luftën e shajt. Ajo është për neve e shajt. Ajo është për neve e shajt. Pse po preket temeli shtetësisë Kosovës. Po lkundet. Po lkundet. Prandaj duhet gjejmë forma nga më të ndryshme gjithçysh se shteti po se po e që mbështetun këtë shtet. E shoqënia, na si shoqëni, shka duhet me bo? Si plaki, si i riu. Që ka qenë faza e gjatë në cilën është dasht me nejt me këqyrë që ka bëhet. Mi besu drejtësisë ndërkombëtare, evropiane. Edhe ke marrë edhe si parti, me qetësi, me këqyrë që ka po bojnë, që ka po thonë, qysh po i qasë. I kur e kanë. Po jënë ka e teprojnë. Jënë ka e teprojnë. Ajo kryesori është na zbën me leju që përmes atyne ndëshkime, përmes atyne sajesave me na prek shtetin e Kosovës, temelin me na prek. Se dikush edhe mas 10 vjetëve, 20, 50, 100 vjetë, ka me thonë, jua, shteti jua, që e UÇK-ja, jomër, që ata mborge, ata i kanë denu, se kanë bo kështu ashtu. Pra këto zbën me pranu, duhet me gjithë forma nga ma të ndryshme, në njërë civilizume, me argumente, me vazhdu, mos munal për me i bin të tjertë, se evropian na kuptojnë, ata e din se UÇK-ja është margaritar i qytetërimit evroperëndimor. Ty falenderu kësaj lufte, na i kem shty ata kufi që thash ma herët i kem lëviz për para që s'kan lëviz ma herët se janë konë interesat sovjetikëve përkatësisht rusëve. Mu këthyte pyetja jote që më pyetje... Po zëdhënës. Zëdhënësi duhet me pas pridhjen e artikulimit. Po. Që ndis fjallë që është duhet.
duhet me pas prirjen për mi kuptu çka po ndodh në parti, rreth partisë, me partinë, me njerëz, që me mujt ato mi paketu, e të paketu me mirë, mi servu të masa. Po jo me manovru, jo me malverzime, jo me rena, jo me trillime. Jo tjetër sen ka thonë atje, tjetër sen mi u qitë Se atëherë kuptohet që është ashtu. Duhet me pas shumë koreksi. Duhet me kon i përgjithshëm fjalën që e thu, mos me thonë, apet s'pe thonë që a i bje, po me kon shumë korrekt. Besoj që këto karakteristika ishdo, e tani zonin e kitë mira. Po, dhe më borë, ta shpinë reqin edhe me kupje tjera, pi miksojnë. Ajo nuk prish punë. A ka pas rast mbledhje e kon, o kona i ngjarje interesant, kërkuna si ke kaldu pas në shpes ju ke kaldu eq. Vish ti e ke mojt për veti. Nuk kisha thonë që jëna si rrethona të asoj natyre që në parti mojmë asim shëfësit më dhoja. S'kisha vequ dishka të kësoj natyre, jem të hapun edhe si parti, edhe si kryesi, kur mohën mbledhjet e diskutojmë, ka mos pajtime, ka kundërshtime që është e mirë. Po, që është demokracia. Është ekstra e mirë për një parti. Është ekstra e mirë për një parti. Bile fort më marrë vesh nuk o mirë. Në kuptimi që krejt në dy zenë, nuk shkon bashkë ashtu. Ka njerëz që menojnë ndryshe, se politika është ko gjë e komplikume, din me pas rrethona ku kërkohet mandej guxim. Do punë nuk shkojnë për para pa guxim, kur heq. Jënë rrethona caktume ku kërkohet guximi ma shumë se çka do tjetër, se thjeshtësohet puna. Miret vesh saksisht shysho, duhet veç edhe i haptutje, ajo është guximi. Patën, unë e këgja shumë i një këtë pamet. Edhe ma mirë se keqezeja e di kur janë zgjedhjet. Se ti shoh politikajnë të ardhë në për zgjedhje, në pame, e di se zgjedhjet janë ngatë. A do të kemi qeveri të reja, a zgjedhjet të reja. Po flitet shumë zgjedhjet. Nuk ish dasht me pas zgjedhjet të reja. Nuk ish dasht me shtin këtë të lashe prap qytetarë tonë. Ata dollën e thanë mendime dhe nuk kaloj qaqë shumë ko sa me mujt me pas një mendim tjetër ndryshe prej asoj që ka. Mund me lëviz nuanca. Unë besoj që fajnë matë madhë për këtë dështim të konstituimit kuvendit, qeverise, gjithave, kryetarit të kuvendit, fatura e ndëshkimit i shkon mas shumë të vetëvendosis edhe kurtit, edhe në zgjedhjet tarshme nëse ishën majt, mas 1 muj, 2 muj, 3 muj, ata e këshën pagu këtë faturë me munges të votave. Po për kundër kësaj, prap mendoj që duhet me pas marrëveshje. Ne si parti politike, e unë vetë, kur ka qenë fushata, nuk i kem shu tavolinës me thonë krejt, e veç na me vetë vendosjen kur qysh, asë në fushatë s'kem thonë. Jo. Nuk kem thonë, se qaq kem men, qaq kem përvoj, qaq jem të maturum politikisht, që nuk i bujmë ato sen, edhe nuk i kem bu, edhe kem folë që mos mi bu, edhe si kem bu. As tash nuk pithojmë, po veç, mos na e marin këto, që ka na i vardisi, Allah ili, hajde apo bohemi na bashkë. Jo. Zboni bashkë do me thonë, a? Dalojmë shumë dalojmë për asoj mendësi. Zboni bashkë. Nas një variant me këtë mendësi, nëse ata ndryshojnë po, që shto që janë kur heq. Atje keni edhe muzikë, se arbërja kënoj kënë fëshatë. Arbërja në gafë, jo kënosh, vallaj muzikë. E për zgjidhje lokale, ajni pregadit heq? Po. Tash për na trokasin, erdhe. Po, shumë, edhe ma heret kem fillu, se u shpallën për në tetor, edhe ma heret kem fillu, unë jam pak i ndërlidhur edhe në Prishtinë të këto zgjedhjet, besoj që do të ketë edhe befasit të mira, besoj që një parti që ka veprimtarin në kohë gjatë, është e fortë, është e shtrime, është dekzume gjithandej Kosovës. E përmena listën për zgjedhjet parlamentare. Për Prishtinë keme pas Orhan Ismailin. Për Mitrovic duket se do t'jetë zavense i zotit Hamza Tahiri. S'pi thëmë se halas si jem du të më marrë vendimet caktume. Ka dalë, gradualisht. Po puna është që si parti demokratike jem të gatshëm kuptimin se jem parti me shumë përvoj në krejt këto sfera, krejt këto dimenzione, ka shumë përvoj PDK-ja. Unë jem mardh vonë PDK, po jem fascionu me prirjen e PDK-s, me shtrirjen e PDK-s që e ka gjithkun Kosovë.
Edhe është dëshmu që din me fitu në komuna. A ma mirë në PDK në Lundër? Ku po njëhesh ma mirë? Ja, unë po njëna ma mirë këtu ku jam, në Kosovë. Ti po më pytë se po e din që unë kom jetu e kom thonë edhe hera tjera, unë kom jetu gjatë në Lundër, unë jam tipik ngyrbeqar, kom jetu gjatë... Lundëra e me dorë qmajt shkërun, nësi me qku me djathë, në ja po ma i kare. Ata i kanë dëse... Kundërtën. Qashtu na e perceptojnë se kundërt ata menojnë që na e kemë. O, dhe gabim na, thujnë. Unë e pa ta thonë njënit njëherë, thash, dritarit ju hapën jo kështu si të na, po kështu. Mandej volani është në anën e djathë. Mandej autobuzi është me 2 kace, që ka pak në Evropë gotë s'ka kërkone. Edhe telefonin e qelin me të kuqe. Edhe unë e ju thëshë edhe që s'po që ditna për këtove, që akrepat për ju shkojnë si të na dhe që keni këthy në rrishe. Po Londra e ka mësu shumë prej Londrës, është qytet laraman mrekullin veti, unë e kom këthy edhe fmit. Krejtin e këthy këtu, a? Krejt me grue me fmi, jam këthy edhe ka disa vite që jetoj në Kosovë, punoj në Kosovë, jem rahatu me atë punë kom vendosë më të mu këthy edhe jam i lumët edhe me fmi edhe me krejt që jetoj në Kosovë. Edhe emocional. Kesmet jo më në. Të në fanderit shumë që në ndërove, në respektuve. Falimderit shumë. Por për kisha pos shef Masia Zalënc me mbyllë emisionin. Qa u diskutu se vetin tash media thënë, hajta vetën fatonin, shka u fletat jenë zofer? A mbyllën bashk? Po me. Shikus të nderuar. Ishte me neve sonte Zalënci i Partisë Demokratike të Kosovës faton Abdullahi. Abdullahi a Avdullahi? Me bë, Abdullahi. Faton, fanderit shumë. Falimderit, Ernofsh, falimderit për mikpritjen, falimderit për këtë qasje që e ki shumë pragmatike, shumë të veçantë prej tjerëve, shumë e respektushme se kjo është odë që qmohet shumë të shqiptarët, edhe jo rasisht. Oda, bashkë si kjo, njerës që janë aty, kanë punu, kanë vepru me kode të drejtës zakonore shqiptare. Drejta zakonore shqiptare, e përmena në një rast tjetër, tash po thëmë ndryshe, drejta zakonore shqiptare, është margaritar i qytetrimit shqiptar, po dhe ati evropian. Drejta zakonore shqiptare është temel i identitetit shqiptar në Balkan. Na e kem të fort identitetin, është gjuha, si element bazik, është flamuri, po është edhe drejta zakonore, sepse në bazë kësaj drejtës, që është shumë e pasun, na i kem regullu rrethonat tona qysh kem jetu, drejtës civile, penale, e tjera. Qka do të thëtë kjo? Kjo do të thëtë se kur tjerë na kanë pushtu prej romakve e deri vonë, kur ata na kanë servu të drejtën e tyre, drejtësin e tyre, qoftë ka din, qoftë ato kishtare, qoftë ato të sheriatit, na kemë thonë, po, mirë krejt, veç, na e kemë një farë drejtët tonë. Pavarësisht ka thuët, si thuët, sa analizohet kjo, duhet me pas parasysh që është ka qenë e jona originale, që jënë konë do njerëz me plisat barë, që kanë shkuën rëthu të një lisë edhe kanë marë vendime shumë të rëndësishme. Aty është mbrojt identiteti shqiptar, aty është mbrojt e kultivu gjuha shqipe. Aty është mbrojt edhe qytetrimi evropian. Pak njerëz e din për me analizu kështu, po kjo është madhështu edhe. Kure bëni ju këtë emision, ka element që du të mi kuptu edhe kështu si kundre i thash. Badihova nuk është Zalënc, edhe se ka kry shkollën Angli Badihova. Shikus të ndëruar, mirë mbeqi e shimi javën arshme me musafirin e radhës. Falimderit, gjithashtu, tuka tjeta.